Nisma për t'ia siguruar një banesë veteranit të UÇK-s Arben Rudi është drejt përfundimit. Abdurrahman Bejtullah nga shoqata Berqeti në Gjakov tha se qytetarë të shumtë që kur është publikuar thirrja për mbledhjen e fondeve kanë ndëruar mjete financiare për blerjen e banesës për veteranin, ku për të gjithë vullnetmirët Bejtullahu është shumë mirënjohës. Banesa është përfundim me sipër, ka dorë Zoti, besojmë që shpejt e dëgjojmë qelsat. Linda theksohet se bamirësat kur ma parë suku kësaj rrodhe që më bashkë në ndihmu, duke filluar nga bizneset të ndryshme, që të kena marrë shumë 2.000 nga Mosdenar Brashi. Që ky projekt të përfundoj plotësisht nevojiten vetëm edhe 5.000 euro ka shtuar Hoxh Bejtullahu, duke pohuar se posa të mlidhet e gjithë shuma e kërkuar, veterani i UÇK-s do të bëhet me banesë të re. Ka mbet më pak se 5.000 kompletohet shuma, cila ka qenë 40.000 euro. Duke ditë që ka qenë muaj dhjetor dhe muaj janar, 2 muaj pak më dot për bizneset tona, bamirësat që kemi nga vendi diaspora, jam tepër me njerëz falënderues për çdo ndihmë që na kanë dhënë dhe besimin që kanë tek ne. Ndërkohë nga shoqata Berqeti thonë se edhe kësaj herë qytetarët shprehen solidaritetin dhe humanizmin e tyre, gjithmonë duke synuar që shuma e mbetur të sigurohet sa më shpejt.